Miq të Rezedilia, ku vazhdojmë të jemi përsëri bashkë në transmetim të drejt për drejt. Është momenti i hapësirës Pink Report, ku Giulia Caravella, kolegja jonë, nëpërmjet mikrofonit të saj, sjell personazhe të njohur. Edhe sot le të zbulojmë bashkë se kush do të flasë në këtë le të themi hapësirë ngjyrë roz, ku shpeshherë marrin jetë emra të njohur dhe emra të rinj të artit. Përshëndetje miq të Pink Report. Rikthehet edhe këtë javë rubrika e emisionit të Rezedielit, pra e cila tregon sa e përket jetës së një personazhi të njohur të botës së showbizit shqiptar, por jo vetëm. Sot në fakt kam të ftuar Arbëreshën, është një këngëtare e re, por e cila sapo ka hyrë në treg, duket se ka sjellë një frym të re në muzikën shqiptare, sa e përket rrymës që ajo lëvron. Por për më tepër do të na thotë vetë Arbëresha se çfarë risish në fakt dhe se si janë duke ecur gjërat e saj në karrierë dhe jo vetëm. Përshëndetje dhe të falenderoj që je sot në Pink Report. Faleminderit shumë edhe nga ju për ftesën. Atëherë le ta fillojmë nga klipi. Ç'mund na thuash për klipin tënd të parë në fakt, i cili duket se ka rezultuar mjaft i suksesshëm, kjo për shkak edhe të rrymës që është disi e veçantë për vendin tonë. Si fillim kur bëra këngën, doja diçka një klip që i përshtatej shumë, nga që ishte diçka shumë ndryshe deri tani. Prandaj u mundova që edhe klipi pak domethënë t'i fusunte skenografia të këto. U mundova atje diçka e përshtatshme, për shembull është bërë në breakdate, është bërë me flok të rasta, është bërë me domethënë me një model që i ka dha e floka çurrela, duket kështu pak më brun. Domethënë munduam që me çdo gjë të jetë brenda një konteksti të caktuar, i cili është Jamaica, ta themi, rryma reggae. Do të vijosh me prodhime të tjera muzikore të kësaj rryme dhe pse të pëlqen pikërisht ky stili reggae? Më pëlqen, po jo thjesht se më pëlqen, ka dalë kënga ashtu, e kam thënë edhe në intervista të mëhershme që domethënë thjesht më ka dalë ashtu dhe kur e kam vrejt kur mora mi bërë orkestrim, tash ua, paska më bën një këngë reggae. Kështu që gjithmonë kompozimet që i bëj nuk është thjesht se niste me një ide, me një rrymë, me një zhanër caktuar muzikor, thjesht del ashtu. Ndërsa tani tek ato planet e mia, domethënë projektet e mia, është një këngë, domethënë një këngë R&B, ka dhe muzikë blues, janë gjitha zhanret pak a shumë, po jo duke dalë nga stili im, gjithmonë mbetem tek kornizat e mia. Pasioni jon, si dy fëmijë që vrapojnë, pa e dit, o pa e dit ka po shkojnë. Një që edhe kur jem da skapit, luftën shpresën me e ndrit, kujtojnë bashk, bashkin. Jo, më tepër lind pyetja duke gjykuar dhe në stilin tënd të flokëve, në mënyrën se si vishesh, por edhe aksesorët. Për këtë arsye më tepër kur të ka lindur kjo dëshira për flokët me rasta dhe sa kohë ke që i mban këtë stil në fakt? Flokët i kam gati që 2 vite. Po gjithmonë unë në për evenimente kam qenë ndryshe, kështu që nuk do të thotë se gjatë gjithë jetës sime, gjatë gjithë karrierës sime do të përfundoj me këta flokë. Edhe këtë që kam bë për një ndryshim tashme. Kështu që besoj që çdo klip, çdo eveniment ka me qenë diçka ndryshe për meje. Në fakt, cilat janë projektet e reja? Çfarë do të sjellësh për publikun për pak kohë ndoshta? Po. Gjatë verës kam bërë disa projekte, por diçka më aktuale do të jetë një këngë R&B, të cilën mendoj ta sjell me klip. Shpresoj nga janari të jetë gati, ashtu siç e kam parashikuar dhe të jetë diçka shumë ndryshe, diçka shumë e kompletuar. Në fakt ke qenë pjesë edhe në një reality show, le të themi, muzikor për të rinj, siç është edhe The Voice of Albania. Si e kujton si eksperiencë dhe si do të vlerësoje sot në fakt The Voice-ën e fundit që është duke u zhvilluar? Është vërtet një eksperiencë shumë e mirë e The Voice.
Gjatë gjimnazit, do të thënë, deri tek ajo pjesë, jam marrë muzikë. Pastaj fillova me fakultetin bachelor, edhe ndalova atë. Mande gjithkohës thoja, inshallah kam e qenë edhe një eveniment siç ka qenë Ethet, edhe kur doli The Voice, isha kështu duke fluturuar nga gëzimi, me njerë kam qenë tek audicionet, ka shku shumë mirë, ishte një emocion shumë i madh, sidomos me këndu para vocal coach siç janë ata. Edhe si vjetë më pëlqen shumë The Voice, bile është një frymë shumë e re. I përgëzoj dhe më thënë për gjitha këto, po më pëlqen shumë nga konkurrentet, edhe ju uroj shumë suksese. Në fakt, ke ruajtur marrëdhëniet me pjesëtarët e The Voice, pjesëtarët e jurisë? Gjithmonë ka dhe më thënë marrëdhënie të mira, por duke qenë se gjithmonë çdo njerëz në lëvizje nuk kemi edhe kontakte ashtu të mirëfillta gjatë gjithë kohës. Jam t'i vëstesh me marrëzi që i kryum bashko pa e di. Jam te nostalgi, jam t'i vëstesh me marrëzi që i kryum bashko pa e di. Në fakt, ke diçka tjetër të veçantë që ke një jetesë midis Tiranës edhe në Kosovë, pra dhe Prishtinës. Diçka më tepër edhe kësaj, me çfarë merresh aktualisht në Tiranë edhe si është jetesa jote në Kosovë? Unë kam lind në Gjakov, deri në shkollën e mesme kam qenë domethënë në Gjakov. Mandej bachelorin e kam mbaruar në Prishtinë, ndërsa tani jam zhvendosur në Tiranë për master. Është diçka shumë e mirë, sidomos kur je tip që i do lëvizjet, nuk i përballon rutinat, kështu që mua ka bëu personalisht shumë mirë. Sa herë qëndroj ambiente, kam një ide tjetër, ta zëm për muzikën, përgjithësi për artin, për idetë e këto. Kështu që është një gjë shumë e mirë. Aktualisht jam në master të shkencave sociale, përgatitje gjinore dhe zhvillim. Jam në vitin e dytë, po mundohem të bëj maksimumin të arrij, domethënë edhe në karrierën tjetër, në profesionin tim. Në fakt, çfarë do ndodhi kur të përfundosh edhe studimet master? Ku e sheh vete, do të vijosh, të merresh vrullshëm me muzikë apo tek profesioni tjetër? Ashtu siç e thash edhe më herët, që nuk jam tip që më pëlqen rutina. Nuk e mendoj kur veten të përfundoj vetëm në një profesion, sepse do të mbytesha. Gjithmonë e shoh veten, domethënë muzika është pjesë e pandashme e imja. Por që njëkohësisht mendoj edhe të jem një feministe, domethënë vazhdoj profesionin tim edhe nga kjo anë. Kam edhe shumë gjëra tjera me cilat mirem, po konkretisht të ardhmen e shoh domethënë tek genderi edhe tek muzika. Në fakt, duke patur parasysh që ke udhëtuar shpesh, ke ndruar disa qytete, nuk e di, kjo pjesa e mallit për familjen apo mungesës tyre të është bërë më e zakonshme apo vijon ta përjetosh? Vjoj ta përjetoj gjithmonë. Ka se kur nuk kam mundësi të kthehem në Gjakov, edhe gjithmonë domethënë ju them prindër vajdeni këtu se marrova. Domethënë gjithmonë jam shumë e lidhur me familjen, edhe kur nuk jam atje, domethënë gjithmonë kontaktohem. Edhe besoj që është një pjesë e pandashme, besoj për çdo njeri familjen. Jeta këtu në Tiranë është, nuk e di, pjesa e jetës natës, e netëve live, ti si sheh të gjitha këto dhe sa pjesë je në fakt? Duke qenë se është metropol, ka çdo lloj lokali, ka çdo lloj muzike, çdo lloj performancash, ndash live, ndash DJ. Veç ne duhet me qenë të vetëdijshëm, ta zëm me gjetë veten aty ku shohim, mi frekuentu ato lokale. Njëjtë edhe në Prishtinë, ama domethënë është vend pak më i madh edhe ka shumë ndryshime. Mua më shumë pëlqen, edhe mundohem mos me humb rastin fundjavave kështu kur kam kohë, kur domethënë bashkohemi me shoqe kështu, kam qejf shumë të shijoj. Jam du e kërku, po më pëlqen, në po koment
Sa përket të këndosh live në për lokalet jo vetëm të Tiranës, por edhe të Prishtinës, të ka ndodhur dhe sa shpesh në fakt? Gjithmonë në fakt kam këndu live në për çdo net e kështu. Mund të ndodhë në eveniment ku mund të këndosh vetëm një këngë ta zëm playback, por zakonisht preferoj live-in sepse ashtu edhe jam promovuar në televizion, kështu që gjithmonë do të mbetem besnike e muzikës live. Hobi të tjera që ke përveç muzikës? Hobi të tjera kam shumë. Tani parukeria, pëlqen të mire me yoga. Nuk e di, kam shumë gjana. Ku frymëzohesh? Si në muzikë, si në stil? Ku frymëzohem, nuk e di, zakonisht domethënë mjafton të shkoj në një ambient të ri. Gjithmonë ka diçka ndryshe tek një artist që e frymëzon. Jam të i busesh me maruzi që i kryu bashko pa e ti. Arbresh, do të falenderoj shumë për këto minuta që na kushtove sot në Pink Report. Faleminderit shumë edhe nga jo. Miq të Pink Report, edhe për këtë javë rubrikës toni ka ardhur fundi, duke shpresuar të jeni argëtuar në shoqërinë tonë. Unë ju them mirupafshim dhe të ritakojmë sërish në rubrikat të tjera të emisionit 30 dielli, vetëm këtu në televizionin tuaj. Na një report.